Ky është flesh informativ i orës 13 këtu në radiostacionin online. Tregtarët e tregut industrial në Durrës kanë mbyllur aktivitetin ditën e sotme në një shenjë proteste ndaj detyrimeve të reja që duhet të paguajnë për këtë vit. Tregtarët janë mbledhur para hyrjes së tregut dhe nuk kanë nisur punën. Ata kërkojnë të trajtohen si ambulant. Tregtarët tregojnë se u ka ardhur një shkresë për tatimin e thjeshtuar në masën 250.000 lekë të vjetra dhe bashkë me sigurimet shoqërore dhe detyrimet e tjera bëhet një shumë e papërballlueshme për ta. Parandalohet një atentat në Vlorë. Policia e qytetit britanar ka bërë të ditur se ka parandaluar një ngjarje të rëndë duke vënë në pranga 2 persona, si dhe duke sekuestruar një arsenal armësh që gjendeshin në një automjet me targa të falsifikuara. Angelo Sado, 34 vjeç banues në lagjen 11 janari dhe Elidon Salamaj, 30 vjeç banues i lagjes Kushtrimi në Vlorë, janë 2 personat që janë në pranga. Zëvendës kryeministri dhe njëkohësisht ministri i punëve të jashtme të Kosovës, Hashim Thaçi, ka filluar këtë të premte vizitën e parë në Maltezi, ku do të pritet nga përfaqësuesit më të lartë të këtij shteti. Fillimisht ai do të takohet me zëvendës kryeministrin dhe ministrin e jashtëm të integrimeve evropiane të Maltezi, si dhe më pas me kryeministrin e Maltezi Milo Đukanović, me presidentin Filip Vujanović, si dhe me kryetaren e parlamentit. Vila rezidenciale në Podgoriz, ku ndodhet delegacioni i Kosovës, ku do të zhvillohet të gjitha takimet, është rrethuar nga qindra policë të njësive speciale malazeze për të siguruar që vizita të kalojë pa incidente. Operacionet antiterror janë shtrirë në mbar Evropën. Pas vrasjes së 2 xhihadistëve dhe prangosjes së një të tretit në një qytet lindor të Belgjikës, autoritetet vendase janë vendosur në gjendje maksimale alarmi pasi dyshohet se 10 të tjerë janë në arrati. Disa prej tyre mendohet se kanë kaluar në Gjermani. Kjo ka bërë që antiterrori gjerman të nisë një operacion të gjerë për kapjen e tyre. Juventus i fitoi me rezultatin tennistik 6-1 ndaj Veronës në ndeshjen e vlefshme për Kupën e Italisë. Bardezin shënuan 3 gola në pjesën e parë dhe 3 gola në pjesën e dytë, ndërsa Verona shënoi vetëm një herë në minutën e 57. Në këtë ndeshje për Bardezin u rikthye Pepe, i cili mungonte prej një viti pas një dëmtimi të rënd, por nuk mundi të shënonte edhe pse u aktivizua për gjatë takimit. Ky ishte flesh informativ i orës 13 këtu në radiostacionin online.